Sikurse çdo vit e muaj pas luftës, edhe gjatë nëntorit 2025, ekonomia vendore ka vazhduar të operojë me deficit. Pra, shumë fish më shumë kemi bler mallra se sa që kemi prodhuar dhe shitur në vendet tjera. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave tregojnë se diferenca negative në favor të importit është pothuajse 470 milion euro. Eksporti i mallrave në muajin nëntor 2025 kishte vlerën 87.7 milion euro, ndërsa importi 557.6 milion euro. Eksporti ka shënuar rënje për 9.5%, ndërsa edhe importi është ulur për 1.6%, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit paraprak. Eksporti mbulon importin me vetëm 15.7%, pra gati 85% është diferenca negative e raportit eksport-import. Metalet baze përbëjnë mbi 20% të eksportit, ndërkaq tek importi, makineritë dhe pajisjet mekanike e elektrike përbëjnë mbi 13% të sasisë. Mbi 30% e eksportit shkon në Bashkimin Evropian, e po ashtu mbi 43% të importit gjatë nëntorit erdhi nga 27 vendet anëtare të Unionit Evropian. Oda ekonomike e Kosovës e ka pritur me shqetësim këtë raport, duke vlerësuar se është pasqyrues i qartë për gjendjen e keqe në të cilën ndodhet ekonomia dhe prodhuesit vendor. Nëse shohim dhanat 11 mujorshit të vitit e kaluar me 11 mujorshin e këtij viti, shohim që importi është duke u rritur, ndërsa eksporti është duke na ra dhe për shembull mbyllshmëria është vetëm 13% e deficitit tregtar. Kurse në vlera e kemi mbi 5 miliard deficitin tani që nuk e mbulojmë me eksportin. Sipas kryetarit të Odës ekonomike, përkundër parashikimeve shumë optimiste nga institucionet vendore, mesatarja reale e rritjes ekonomike për këto 11 muaj është rreth 3.4%. Sipas dhënave zyrtare të ASK-s, inflacioni për muajin nëntor ka arritur në 5.3%.